ngrimuni për vendin tuaj. Ajo ka që ndodhur me një diktator në Venezuelë, natyrisht që ka treguar fytyrat e të gjithëve se çfarë mendojnë për një autoritar dhe diktator dhe kanë dalë haptas anti-amerikanët. Presidenti Trump nuk është i pari president amerikan që vepron përmes forcës të superfuqisë të vetme. Ideja se është shkelur ligji ndërkombëtar është nul. Sepse për amerikanët, Maduro, diktatori i Venezuelës, është një president jo legjitim. Janë 60 vende të botës që nuk e kanë njohur zgjedhjen e tij si president. Madje ai ka qenë i ashpër vrasës ndaj protestuesve. Në zgjedhjet e fundit, fitues ka qenë dikush tjetër. Madje në mandatin e parë, me ndikimin e madh të ambasadorit Bolton, ka shkuar drejt një revolucioni dhe Trump ishte në prag të asaj që quhej ndryshim regjimi. Problemi sot është se MAGA e ka votuar zotin Trump si president për paqen dhe jo për luftë. Ajo që ndodhi në Venezuelë konsiderohet nga majtë amerikane si akt lufte. Dhe çdo akt lufte duhet që të marrë autorizimin e Kongresit. Në fakt, presidenti Trump ka telefonuar atë që quhen klani 8-ve, por mbasi ka filluar veprimi ushtarak, sepse ka dashur të mbajë elementin e surprizës për të mos dalë asgjë nga ky plan i madh. Kanë qenë 150 avion. Duhet të shpenzuar miliarda dollar për këtë operacion, i cili ka nisur që ngushtë dhe rolin kryesor e ka pasur drejtori i CIA-s. Në atë tryezë nga Mar-a-Lago, që nuk është me sigurinë që kanë shpinë e bardhë, mungon Borzilok Gabbard, Tasli Gabbard, kreu i inteligjencës amerikane. Trump e ka spostuar. Besoj se do të shkarkohet. Nuk ka se si t'ishte ka shpatel, edhe pse kanë dashur ta shesin si arrestim për arsye trafiqesh. Rubio, i cili ka dhe pozicionin e këshilltarit sigurisë kombëtare, tha që me këtë president you don't have to play games. Ka pasur një telefonat të Trump me Maduros, i ka thënë ik, Maduros ka pranuar, është një person që në një vend Republikë Bolivariane, marksiste, njëri pa shkollë, i zgjedhur nga Chavez, nga një shofer autobusi që ka përfunduar president. Në fakt, ka lidhje me trafiqet, me guerilet e Kolumbisë, dhe me miliona venezuelian kanë shkuar në Kolumbi nga shtypja e madhe. Ka pasur dhe problemi më i madh për amerikanët është se Maduro ka futur në Venezuelë kubanezët, i gjithë sistemi i inteligjencës ti drejtohet nga ata, iranianët, rusët dhe kinezët. Trump ka kërkuar që në hemisferën perëndimore të zotërohet nga amerikanët. Doktrina Monroe njihet nga presidenti Monroe, i cili ka thënë që këtu nuk do të hyjë asnjë evropian. Është territori i dikimit tonë. Sekretari Kerry e ka abandonuar doktrinën Monroe dhe ajo kishte rënë. Që të çngrish të kaluarën nuk është e lehtë. Trump nga ana tjetër, siç e tha dhe vetë në atë fjalim triumfator, nga Monroe është në Donroe. Duket sikur bota është trepolare. Amerika kontrollon hemisferën perëndimore, Kinës do t'i jepet e drejta të kontrollojë zonat rreth saj, pra të mos jetë dominancë amerikane, në paqësor për balancë, dhe indirekt duket se Putini do të ketë dorë të lirë në Ukrainë. Kështu mendon e majta amerikane. Dy emra të shquar të djathtës amerikane, Bolton dhe Pompeo, kanë mbështetur arrestimin e Maduros. Ambasadori Bolton ka thënë që jam i lumtur që kjo ka ndodhur,
por nuk duhet ndalojnë këtu. Duhet të ketë ndryshim regjimi. Sepse aktualisht në Venezuelë, zëvendës presidentja ka marrë postin e presidentit, por Rubio tha që ajo nuk është legjitime. Ideja që Trump që ne do të drejtojmë Venezuelën nuk është aq e thjeshtë. Votuesit e tij duan që presidenti Trump të mos fusë trupa ushtarake në asnjë vend kudo në botë. Kjo do ta dëmtonte shumë në zgjedhjet e mes mandatit. Dhe Trump nuk e dëshiron këtë. Pompeo thotë që unë jam krenar sepse kam drejtuar operacionin e vrasjes së Sulejmanit dhe tani shpresoj që presidenti Trump të mos ndalojë me Venezuelën, të vazhdoj me Kubën, me Iranin, për të shkatruar atë aleancën midis Iranit, Koreas Veriut, Venezuelës, duke pasur mbështetjen e Rusisë dhe të Kinës kundër dominancës amerikane. Natyrisht që ja thash dhe dje që njerëzit që aspirojnë për liri, për demokraci, tje kanë qenë gëzuar. Ka qenë një operacion ushtarak që ka treguar forcën reale të ushtrisë amerikane. Regjimi diktatorial i Maduros, i lidhur me Rusin, mbrojtjen kundërajrore të Caracas, ja kishte besuar Iron Dome, që ka kushtuar $2 miliard nga rusët. Dje është kthyer tërësisht në skrap. Teknologjia e lartë e panjohur e ushtrisë amerikane ka shkatruar çdo rezistencë kundërajrore, duke u dhënë hapësirë helikopterëve të Delta Force për të shkuar për të kapur në dhomën e gjumit diktatorin e Venezuelës. Brezi im do të kishte qenë i lumtur sikur kjo të kishte ndodhur me një diktator si Enver Hoxha. Realiteti ka qenë ndryshe. Amerikanët janë përpjekur me aventura të tilla, siç ishte rasti i Carterit me pengjet iraniane, kanë dështuar Delta Force speciale, këta që realizuan këtë operacion brillant, kanë dështuar me pengjet në Gaza. Këtë radhë, çdo gjë është planifikuar në mënyrë perfekte. Ka nisur që ngushtë, motivet mund të jetë ndryshme të zotit Trump. E majta këtu thotë që çdo gjë bëhet për spostuar vëmendjen nga dosja Epstein, nuk ka përfillur Kongresin dhe rendi botëror futet në një dilemë të madhe sepse Trump putinizon politikën e jashtme. Kështu mendon e majta. E djatha nuk mendon kështu. Bill O'Reilly do të thoshte adios Maduro. Por ajo që mua më shqetëson është që në rrugët e Venezuelës është njësoj si në rrugët e Shqipërisë. Njerëzit kanë frikë të dalin të protestojnë. Sepse është një diktaturë e gjatë në Venezuelë. Rreth 33% janë larguar nga vendi. Por Rama ka larguar mbi 35%, më shumë se Maduro. Dhe ju thash që Surreli pa gjumë. Dhe Rama hesht. Të nxjerrësh vetëm Spiropalen që të flas pa përmendur Trump është gafa e radhës. Unë e kuptoj që Rama shpirtërisht është gati të flasë për rrezikun botëror që vjen nga Donald Trump, të dalë të mbrojë ligjin ndërkombëtar, si njohës i madh i ligjit, por pa diskutim është i trembur. Dhe ka drejt jetë i trembur. Nuk mendoj se doni madh do të bënte të njëjtën gjë me Ramën, sepse ne jemi vendi NATO-s. Ka të tjera mekanizma. Por siç jo kanë thënë kur gazetat, revistat pranë Trump, si Washington Examiner, shkruanin në faqet parë Rama si Noriega, dhe për të shkruar tek shkrimi i fundit i Washington Times që e konsideron shtetin e tij si shtet mafioz dhe narkoshtet, këto janë shumë se mesazhe.
Në median, në televizionet që kontrollohen nga Rama, ju keni vënë re që lëtyrat kanë dalë kundër zotit Trump. Janë pasuesit e partisë kriminale të Hoxhës dhe të Ramës që kanë si parti motor dhe shumë përbashkëta me Maduro. E majta këtu thot që është e paligjshme mënyra se si u arrestua një president. Mësoj se imunitet për amerikanët kanë vetëm kryetarët e shteteve. Pra Rama nuk pas ka imunitet, ka vetëm begaj. Por në qoftë se ti je jo legjitim, Bondi, prokurori e përgjithshëm, tha ne të arrestojmë. Me paralelen që me Noriegën ka pasur një precedens nga gjykatat amerikane që edhe pse ti mund të sillesh në mënyrë të paligjshme në këtë vend, ti mund gjykohesh në një gjykat për trafiqet e drogës. Shteti i Ramës, në krahasim me shtetin e Madurës, është më i ndërthurur me krimin, me mafian dhe me drogat. Shqiptarët kontrollojnë trafiqet nga Venezuela në Europë, në Ekuador, Sinaloa ka vulën shqiptare. Gjurmët e lidhjes me Ramën janë kudo. Në akuzën me 25 faqe ndaj Maduros dje, prokuroria e përgjithshme e ka dërguar në gjykatën e jugore të New Yorkut, mbasi ka pasur akuza dhe mandat arreste që në vitin 2020. Unë e kuptoj që shqiptarët do të dëshironin që kjo të ndodhte edhe me Ramën. Dhe faktet dhe dosit janë shumë. Ajo kartolin për vitin e ri, nga Kash Patel, duke shtrënguar duart me kalosh e FBI-t shqiptare, flet shumë. Kaloshi, mbasi është diplomuar tek Akademia e FBI-t, natyrisht ka marrë ose do të marrë shumë nga dosjet ku Rama është i përfshirë. Se Rama është tek McGonigal, Rama është tek Sinaloa, Rama është tek Bitcoin, Rama është tek pastrimi i miliardë dollar në ishujt e parajsave fiskale. Follow the money. Çdo të ngjas me Venezuelën, day after. Ky është problem. Amerikanët nuk kanë votuar që për ndryshime regjimesh, sepse dështuan me Irakun, me Libin, është problematike. Por unë them se gjithkush që vlerëson lirin, parimet, duhet jetë i gëzuar me marrjen peng dhe zvarr të një diktatori i cili ka qenë mizor ndaj vendit tij. Por kam frikë, nuk e di, mbase isha më i ashpër se ç'duhet, por unë them se çifti i Ceaușescu modern në Shqipëri është shumë herë më i keq se sa çifti i Venezuelës. Kur shikoj ato pamjet e arrestit, si çdo qenie humane të vjen keq kur shikon një grua. Dhe fillimisht mund të them që po me të çpatën, jo. Pas kërkisht qenë prokurore e përgjithshme. Ndërsa Rama thotë që kryetare e opozitës e vetme që e kundërshton është zonja që ka shkruar parathënien e librit të Kamala Harris. Ndërkohë që i ke shitur falës Sazanin dhe shpresoje shumë. Në atë dhomë ku Trump vështronte arrestimin e diktatorit, mungonin fytyrat mediokre të Kushnerit, Dvitkofit, Grinellit dhe ata që kanë rëndësi të Trump është drejtori i CIA-s, Rubio, si dhe sekretari i mbrojtjes, ose si e quajnë sot sekretari i luftës. Trump e di që duhet tregohet i fortë. Nuk është thjesht problemi naftës, sepse edhe pse Trump tha që kompanitë e mëdha amerikane, më të mëdha në botë për naftë, do të shkojnë, nuk është aq e thjesht biznesi
nuk drejtohet nga dëshira politike, por nga fitimi. Në qoftë se fuqia e naftës bie poshtë $60, siç thuhet këtu biznesi është me humbje. Në qoftë se nuk ka siguri në Venezuelë, në qoftë se nuk ndodh ajo qeveri tranzicioni, demokracia, askush nuk do të investojë asnjë dollar. Maduro ka shkatruar atë vend, siç Rama ka shkatruar Shqipërinë. Nga $350 miliardë në vit GDP ka shkuar te 87 miliardë. Një ekonomi socialiste, me vjedhje, me korrupsion dhe me vendin më të varfër, edhe pse ka rezervat më të mëdha të naftës në botë. A do të ndaloj Trump te Venezuela? Do të hidhet tek Kolumbia? A rrezikon Kuba? A rrezikon ajatollahët e Iranit, sepse në Iran janë ngritur në protesta. Dhe në qoftë se kjo valë e madhe e nisur, a do të shkojnë në Ballkan? Me ligjin e ri, me luftën ndaj korrupsionit ndaj Ballkanit, Vučić hapta s'doli që është kundër Amerikës me deklaratën për Maduro. Rama është njësoj si Vučić, por nuk flet. Të nxjerrës Spiropalën është e turpshme. Po të shikosh të gjithë liderët e Europës folën. Sepse një president që nuk është legjitim nuk ka as imunitet dhe nuk ka pse të mbrohet nga askush. Fundi fundit është një kriminal ndaj vendit të tij, por përgjegjës edhe për shumë vdekje të amerikanëve. Janë mbi 1 milion amerikanë të vdekur vitet e fundit nga fentanili. Tommy Lee Jones është aktor i madh. Ka vdekur vajza e tij 34 vjeçare nga fentanil në të njëjtën çast që Trump kishte dhënë urdhrin për sulmin spektakolar për kapjen simi të diktatorit Venezuelës. Sa amerikanë do vazhdojnë të vdesin nga fentanili? Por problemi është që fentanili në shumicë hyn nga Meksika. Drogat e Venezuelës vdesin fëmijët në Europë, por janë të ndërlidhur. Presidentja e Meksikës, tha Trump, është njeriu mirë. Hebre, çifute është ajo. Por ajo nuk kontrollon Meksikën, e kontrollojnë kartelet. Dhe Trump ka drejtë që të ndryjë ushtarakisht për të goditur organizatat terroriste të trafikut. Çdo shqiptar që është kundër diktaturës, kundër korrupsionit, duhet të jetë i gëzuar. Dhe çdo njeri me logjik duhet të kuptojë se çfarë duhet ndodh me çiftin e Ceaușescu modern në Shqipëri. Rama budalla nuk është. Mesazhet i ka marrë. Këtë muaj departamenti do të merret me Ballkanin. Por fatin e tij e vendosin shqiptarët. Mos prisni që zoti Trump të bëjë të njëjtin gjë si me Madurën, sepse rëndësia e Shqipërisë nuk e ka kur barës vlerën me Venezuelën. Por kur Agim Nesho me zgjuarsi arriti të dërgonte një shkrim tek Fox News Digital Online me frazën e madhe Ramaduro, Trump, i cili nuk lexon digital, mbase nuk e di, por njerëzit që janë pranë tij dhe ata që mbështesin Spakun me orientimin për të shkuar drejt Surrelit e din. Dhe ju thash që Surreli pa gjumë. Por sot mund të them që ka nisur një gjumë letargjik. Ai hesht. Dhe heshtja flet më shumë, janë britma e lindave që shoqërojnë të zhytura në luksin e pastrimit miliardeve dollar të krimit, mafjas. Flisja me një avokat shquar shqiptar dhe dje dhe më tha që është 80 herë më i rrezikshëm shteti kriminal i Ramës se ai Madurës. Fatkeqësisht është e vërtetë. Shpresojmë. Ajo që ndodhi me Madurën është këmban për të gjithë Madurët, sepse Maduro ka dhe në Ballkanin perëndimor. Njëri e nxori fytyrën kundër Amerikës. Vučić, si vllau i tij,
ka frikë, si gjithmonë. Ju falenderoj. Kudo në Shqipëri.